edhe në masë mund të ndryshoj masën e sigurisë, po kryesisht gjykata lartë rikthen gjykimin në rast gjyqi të vendimeve të shkallës parë ose tapetit, po kryesisht tapetise, kur merr vendim formës së kurse në rastin e zotit Velia, ai gjyqi që humbi zoti Velia për dalë me një garanci pasurore nuk ka lidhje fare, sepse është një kërkesë që ai mund ta bëjë përmes avokatëve her pas here, për sa kohë nuk ka dalë akoma në gjyq dhe nuk ka një akuzë konkrete ndaj zotit Velia. Kështu që besoj se mund të ketë lidhje kjo, si thua ti Erman, mund të ketë lidhje kjo gjëja me gjyqin në gjykatë lartë që zoti Velia po e bën këtë deklaratat besoj të forta sot. Që unë e di se kush është Nesti Angoni. Se fakti që unë e di që është Nesti Angoni, po e kapa, nuk kam më thonjë për Nesti Angonin. Besoj kur kishte thonjë për dikë që e përgjojnë burg, imagjinoj atë që e futi. Tani kjo bie, disi bie, më kujton ajo pjesën e Francës me Robespierrin. Se fillojnë pasaj më prien kokat, ai thot s'ka më thonjë, thot tashmë do nxjerr, si të them, do nxjerr, më lënë edhe njerëzit që na marrin telefon sepse nga që kemi thënë emrin ne tani duan edhe informacione tjera, po ne nuk mund t'i japim çfarë informacion. Është një Xhevalin Gjina thotë ky analist është njëri shumë i mirë, po për cilën e ka? Po. Se të dy analista jemi ne, o Xhevalin. Po gjithsesi ne e përshëndesim, kështu që nuk ka. Po jemi të dy njerëz të mirë. Kështu që mbi këtë premisë qëndron ajo dhe nuk ka pse. Pastaj pa ja thjesht po dua të bëj pjesë edhe komentuesit e emisionit, do t'i ngranoj pak, sepse mendimi, sinqerisht, ta them, unë kur ngacmoj imagjinatën, më shumë intereson mendimi atyre, nëse përputhet me tonin, ose kanë dëshirë që të aktivizojnë për ta bërë më pjesëmarrës dhe ata që na ndjekin. Çfarë ndodh? Jo pa qëllim. Unë mendoj që Erion Velia tashmë është i bindur në analizën edhe në avokatët e vetë e kanë takuar, janë lejuar, apo vetëm familjarë. Sepse besoj që ai tashmë është i bindur që gjykata e lartë do t'i japi të drejtë. Nuk e di, dhe mendoj në këtë kontekst, dhe ai është i bindur që në ato prova që ka Spaku, aty t'i është bërë një padrejtësi. Por gjithashtu, nëse gjykata e lartë jep të drejtë atit, atëherë i bie që në Olci Dado apo edhe gjyqtari Banui ka një përgjegjësi publike. Patjetër. Po nëse do japin të drejtë për punën e masës, sigurisht mund të jetë tepruar, po nuk ka lidhje. Mund të jetë tepruar. Por gjatë gjithë kohës kanë përgjegjësi. Pastaj çështja është që do të por besoj që ky revansh i Erion Velia në këtë moment është për t'i dhënë një mesazh njerëzve brenda Partisë Socialiste që ju nuk më fshini dot. Absolutisht. Pra, një mesazh edhe pse ju keni marrë 83 mandate, ai po i thotë që ju nuk më fshini dot dhe ju me mua nuk keni mbaruar punë. Pra, sa do më keni këtu pas sekurave, sa do më keni të mbyllur, dhe më keni lënë vetëm një dritare me 4 kangjilla ku me zi shikoj pak dritë dielli, sa ai dilte gjithmonë në diell. Dilte nuk bënte dot xhiro me bicikletë. Nuk bënte këto ecet sportive. Dhe mbi këto premisa ai tashmë që i kanë kufizuar këto lirin thua aty. Jo vetëm lirin, veprimin, lirin, jetën e ty e kanë darë nga fëmija i vogël, se s'po. Ai është shumë e rëndë, po nuk do t'i. Jo, e kam shumë, atë e kam shumë të ndjeshme, nuk e kam në sensin. E kam seriozisht, po. Po, në atë e kam, kështu që e kanë darë nga familja. Nëse se s'do t'i ju se shmuafet i gjatë që. Dhe mbi këtë premis, ai ndjet një njeri që ishte bërë padrejtësi. Absolutisht. Dhe të vetme gjë që unë i këshilloj Veliajt është që edhe me nënën po ai sa fëmia edhe nëna e vetme gjë që unë i këshilloj Veliajt se s'do bëj biseda. Jo, nuk është nevoja që të bëjnë ato, por e vetme gjë që unë i këshilloj Veliajt nga studioja jonë është që mos të veprojnë në urrejtje, se urrejtja të sjellin gabim. Po, të çon gabim. Nxitim, se urrejtja të bën nxitosh. Po nxitosh pastaj edhe kjo, nëse ai beson, duhet ndjeki hapat ligjore dhe të vazhdoj këtë betejë. Çështja është që si do reagoj tani Nesti Angoni me Ramën 4, se kjo është një çështje prapë që se unë nuk mendoj që Nesti Angoni ka vepruar dhe pa marrë leje tek Rama. Po kjo prapë është thelbi, pra unë ta thash. Pra redaktori Erion Velia që përmendte është Rama. Pra ai shkronte statuset kundër drejtësisë. Po. Pavarësisht se nuk kishte këllë nuk kishte këllë që të bante gjysmën e atyre që tha. E tha ditën e parë që ishte mërzitur. Po.
Po them redaktorin, po them se Rama i shkronte vetë. Me dorën e tij, sesin e kështu. Po gjithë orientimi, gjithë orientimi ose mënyra metodologjia e përdor ose si thuash, gjithë struktura e veprimeve. Struktura e fjalisë në shkrime kishte të ngjasuar me redaktorin apo piktorin. Po mos është që ti njeri që i shkruan të gjitha. Po pra njëti është po them. Të kam hallun tani, prandaj po them që tani po i përgatit Rama për përgatit godasi Belinda, se unë ngri dyshimet. Nëse Erioni thot që mund ka tradhuar Belinda, Rama s'është bërë një dëm shumë i madh në Tiranë, ka humbur 2 mandate, se i themi kot, po Tirana shumë e rëndësishme për Ramën. Për këpos që ka qenë kryetar bashkie, qyteti ku lindur e rritur e më the thash. Edhe plus që tani Shqipëria le ta themi, Tirana është, nëse ke siguruar Tiranën, ka 37 mandate. Kryeqyteti ekonomik, politik, kulturor. Jo vetëm për atë më, po edhe në mandate, ka 37 mandate, është pjesa, është si thuash zemra e Shqipërisë. Pra janë disa qarqe të rëndësishme në vend që japin rëndësinë gjatë zgjedhjeve, çfarë do lloj zgjedhjeve ose të mandateve që mund të fitosh. Pra nëse merr Tiranën, nëse merr Elbasanin, nëse merr nuk po them Shkodrën, se Shkodra ka pak, po nëse merr Durrësin, nëse merr Fierin, ke marr Shqipërinë, më kupton? Po. Kështu që në këtë kontekst unë besoj se Rama nuk i ka ardhur mirë që zonjë, nëse këta kanë zbuluar për Rama dhe Velie, se tani nëse Rama është prapa kësaj i bën der Ramës, se i bie që Rama nuk ka lidhje me arrestimin e Erion Velie. Më kupton çfarë do të them? Se deri tani kemi thënë, jo neve, po kemi aluduar, ose në media tjera, ose çka kanë bërë mediat, që Rama është prapa arrestimit Velie, se s'kishte si do të ndryshe. Atëherë Rama mos do të tregoj përmes redaktorit që shkruante në fillim, që ishte i mërzitur, dhe redaktorit që po shkruan tani, që personi në fjalë është i pashkolluar, se këto janë mesazhe koduara. Mos do të tregoj që atë që i bëri Belinda Erionit ka për ta vuajtur në kurrizë saj. Pra ti po thua që Rama po paralajmëron Benametajn 2. Benametajn 2 nuk e di, po një po se po do me thënë ti po thua që në këtë realitet politik mundet që zëvendës kryeministrja të ketë fatin e Ahmetajt, se dhe Ahmetaj ante kumbla pas shpine për Ramën. Patjetër, po këtu s'po merret vesh kush po ha dhe kush po i vjell kumllat. Problemi është që ore, ka njëri nga këta që mban dietë. Asnjëri. Po më çudisin shumë ta se këta gjithë han kumblla, anë. Po Belinda Boll është dobësuar, nuk është e parë që. Jo, s'është aty, janë dobësuar. Mos e bërë me dietë, ë? S'ka lidhje, do më janë dobësuar gjithë. Nuk ka lidhje me regjimin ushqimor, thua ti. Jo, ajo është edhe si. Do të lezosh një koment nga YouTube-i më apo si pe, le fare YouTube. Jo, tani do t'i kthem se edhe ne vajtëm gati 44 minuta që diskutuam apo po. Jo, nuk është se diskutuam. Thjesht po hodhëm konceptet tona. Ora mos bëhet koncept, unë sa i kam informacione dhe i them troç, siç i di, nuk di të bëj bishtu, nuk prandaj me adres Bele Koze, thotë çuna shumë që flisni. Belinda mo. Por si njerëz në opinionin tuaj, jo si analista dhe opinionista të mëdhenj dhe me eksperiencë. Jeni shpejt akoma për të bërë si koka të mëdha, thotë. Po si dhe ka koka? Jo, nuk e thotë në kuptimin që ne gjithsesi ne nuk do replikojmë për sa kohë na jep një këshill, ne do ta zbatojmë. Po duhet ta kuptojmë more. Po Edvini thonë çfarë mesazhi dërgon në kohën kur Edvini mblodhi punëtorët e bashkisë në shtesë kundër arrestimit të Veliej. Dallohet qarta ekzaltimi në fytyrën e Edvini, thot Krispi Lunmi. Po. E kam parë me detaje. Kështu që në këtë premisë po janë të ndarë dhe njerëzit. Po dhe njerëzit sepse aty ata ishte gati një sken si funebër ajo kur i mblodhi ata. Se gati ky vet edhe kur mbaron zgjedhjet pra. Gjithë me të zeza, me syze të zeza, s'kishte asnjë lloj grimce kënaqësie për mandatin e 4. A e po i lodh mandati 4 tyre apo po i çon drejt burgut, se s'po kuptoj. Çështja qëndron që këtë duhet kuptojmë tashmë, ky mandat do t'i çojë drejt prosperitetit Shqipërinë dhe NBE apo do të çojë këta pas hekurave, se është dhe kjo pjesë tjetër, po dhe kjo mund të jetë një temë që do të diskutojmë. Po, patjetër. Sepse ishte ide e bukur kjo si temë. Për shembull, ne mund diskutojmë këtë çaj bën mandati 4, po mund diskutojmë po për shembull, sa është Berisha është mund ta quajmë në 35 vite,
Me 4 se ndajmë dot, po e ndajmë me 8, e bëjmë